pasi që po largohen tritit prej këtu i shumë prej fshatra, po emigrojnë në shtetet e jashtme, kena vendosur këtu edhe munol pak, edhe me punësu në ideal të rije, në poestre edhe me shërbi këtu me punu. Më ndoshta ma e mirë jeta qëtu për mendimin tem shumë, se sa në një vend të Evropës apo të Amerikës. Gjatë kohës ata disa ma spjegojshin qysh me gjithë emnin, mu kujtoj ke pjesa e luftës, kur ka fillu lufta me 29 maj 98-ës. Edhe kena aty një listë për mi shpija tonat në kodër. Aty e kem pas pikën kur rojet e fshatit bëshin roj aty. Edhe të e listë ka fillu lufta në 29 maj 98-ës. Lëkori unë ofron llojet e steakit, do të thot biftek, tomahawk steak, ribeye e tjera. Faleminderit për juve që keni gjetë kohë me ardhë. Unë jam Kushtim Krasniqi, të fshatit Vranjës Komuna 5. Jam pronor i këtij restorani të ri. Na si familje kem pas çdo mjetet punë, pagera, kamiona, edhe tash kohëve të fundit u vështirësu u bë për punëtorë, për fuqi punëtore, për shoferat, mjete, pagera, kamiona. Edhe çka më bëhet tjetër, nuk kemi ditë ndryshe për pas me hapi biznes edhe më mirë me gastronomi. Lëkori unë ofron llojet e steakit, do të thot biftek, tomahawk steak, ribeye e tjera. Lokacion e kena zgjedhë që edhe këtu i kena shtëpijat aty në fshatin, edhe pasi që po largohen tritit prej këtu i shumë prej fshatra, po emigrojnë në shtetet e jashtme, kena vendosur këtu edhe munol pak, edhe me punësu në ideal të rije, në poestre edhe me shërbi këtu me punu. Klientat ju ndohë shumë të knaqur, ju ka pëlqyer ambienti, edhe ka shumë klienta që ju ka duke interesant pasi që prindi jam më morë me gastronomi, edhe ju ka duke interesant në mas 27 viteve, aty ne kom vazhdu këtë pjesë aty. Pra ta ju në bua edhe kërështorë morë me vizitu. Edhe kena klienta, faleminderit, ta mund sa po duket shumë mirë, edhe janë po duket shumë interesant, edhe po na duket një ndjenjë e mirë aty. Se unë punën se kom pas për punë, kom pas shumë pak, kom pas veç me disa firma, kom punuar, aty ne kom pas shumë frekuentuar me njerëz që për këtu aty. Vështirësi për punëtor kemi pas, se për shembull ndrrimin e dytë i kena gjithë që punojnë dikun para dite, e mojnë një orë para dite, në bazë dite vinë këto. Vetëm ato para dite si kemi që punojnë me një orë këtu të plotë. Po, ndoshta me kuën edhe ata i gjejmë. Ka djemë të rija, dhe që nuk janë profesionalista për këtë punë, po gradualisht janë të interesuar më mësua. Ja, unë jem punë edhe në Evropë, disa vendet e Evropës, edhe kom jetu në nivet e gjys, edhe i kom familjar me gjallarët, i kom familje në Amerikë, edhe i kom vizitu disa herë, po nuk më pëlqy asë një herë, edhe më pëlqy me punu me shërbim në vendin tim. Pasi që si fëmij e kom pas babgjyshin, çdo herë edhe i ka interesu historia e popullit shqiptar dhe më ka tregu shumë edhe historinë e popullit shqiptar dhe u pun çdo herë se cila familje që është më shtru Kosova, që është më u shteti i Kosovës edhe që është me... Ata nuk ja vlen me shku me jetu dikon tjetër, se një jetë du të me bo atin. Më ndoshta ma e mirë jeta qëtu për mendimin tem shumë, se sa në një vend të Evropës apo të Amerikës. Su një kom me gjithë kom muhabete, si me familjarë, si që kemi me shoqëni me ta, ata thujnë atje kemi shumë benefite, pare, për shembull materiale pasurie kështu, po ju mungojnë disa gjonat këtu i gjë i kanë mungesë. Po njëra kena fillu qëtu, pretendojmë e kena një vendin në qytetin Pej, aty mendojna në qendër qytetit e kena një plac, edhe aty mendojna familjarisht me bo aty diçka ndarën. Paj, une me shokje, me familjarët
i kom thonë propozën e manina jam, në din qysh më janë gjitë, qysh që më bo. Gjatë kohës ata disa ma spjegojshin qysh më janë gjitë emnin, mu kujtoj ke pjesa luftë, kur ka fillu lufta me 29 maj 98-ës. Edhe kena aty një listë për mi shpija tonat në Kodër. Aty e kem pas pikën kur rojet e fshatit bëshin roj aty. Edhe çdo herë të e listë ditën kemi vëzhgu edhe natën, edhe tretja e listë ka fillu lufta. Në 29 maj 98-ës. Dikun 15 minuta në 5 në gjesit. Edhe mu kanë do, ka din, ajo më ka shku diçka në mendje, më ka plajnë mas shumë të jetin, edhe pra ta kemi vendos një gjithë e mendisi. Kisha pas me tekstu edhe një falenderojnë shkon për agjallarët që i kom në Amerikë, Beslimin, Avnin edhe Gjallin e Hoqës Beratin, që më kanë ndihmu. Edhe orë pak para hapjes, ka orë 2 javë ditë për paran, edhe mi ka vlerë të madhe të sandë, se restorani po ke shumë sandë atin. Mi ka dekon një shumë këgja shumë të madhe maqina për punë, për të larë, jenë të larë, se gjitha që u duft, me kompletu ODG. Edhe më tha që qysh kom mjeti i ri atin, kër familjarë moshën 16 vjeqare, unë ju më vllai 5 motra, s'kemi pas asherë nevojë mu kujdes për ty, që edhe pse jemi të ri, unë i kujdes për familjen tonë dhe vetë. Atër unë ju martu dhe pa i buj 20 vjetë, ju martu shumë moshë 3, edhe mi ka forë zotit 6 fëmijë i kom, e kom jetu vetëm Kosovë. Edhe për ata arsye e nordë, edhe më kanë ndihmu. Kogja i pjesë atin të mirë, e faleminderit i tyne. Faleminderit edhe për atyne që kanë punu këto, se kanë pas konsiderat gjithë mjeshtët që kanë punu. Kanë pas konsiderat, tonë ju mundu me ma kry punën sa ma shpejt, edhe ju mundu që kanë pas mundësi edhe sa ma lirë. Shamull katë ventilimit, njëri për ty në pronori sojnë, Smaligoshi është njëri prej atë ditë që kur ka kërësit lufta të na, është njëri për i matë porve që orë aty me në ndimu. Smaligoshi për bëqonit firma tina, firma Uraniku, a i ma ka bo tash më në fund, për gjithë tjerët. Se kam punu, faleminderit për gjithë. Faleminderit edhe për juve që keni gjithë kohë.